Ja studentëve të atje kanë dhënë edhe sheqer me helm. Sheqer me helm. Partia Demokratike. Nuk e di se nga ka ardhur ajo. Po. Erdi nga Erdi tek mua i djali. E gjithë sheqer. Edhe me helm. Kështu që duhet të më ka lloj provokator. Unë do një radhë parë të distancohem nga deklarata që thekson se Partia Demokratike ka helmuar studentët. Partia Demokratike nuk është një parti terrorist. Partia Demokratike ka një program të qartë demokratik dhe cili do që nërmerr veprime të tilla çnjerëzore në emër të Partisë Demokratike, ajo është, domethënë, është pak të them një armik i saj, por nuk ka asgjë të përbashkët me Partinë Demokratike. Së dyti desha të theksoj se ngjarjet që po zhvillohen tregojnë se ky vend drejtohet nga struktura politike, të cilat praktikisht nuk janë në gjysmë paralizuara dhe nuk janë në gjendje të kontrollojnë situatën e duhur. Unë do të ritheksoj këtu se në 2 takimet që kemi bërë me kryetarin e Presidiumit të Kuvendit Popullor Shokun Ramiz, ne kemi insistuar për të dhënë kontributin ton ose ndihmesën ton maksimale për zgjidhjen e problemit të krizës së studentëve. Por ne kemi deklaruar dhe deklarojmë edhe këtu para jush. Kriza e greve e uris nuk është iniciuar prej nesh dhe greve e uris nuk kontrollohet nga Partia Demokratike. Mund të them këtu se mas jam larguar nga kryetari. Jo, s'është më e vërtet. Dakor, ju. Edhe Mram doli fare e vërtet, edhe sekretari i Partisë Demokratike Eduard Selami e tha hapur, edhe deklaroi hapur që ne tha jemi, e kemi organizuar, e kemi rregulluar, e kemi qenë dhe e kemi mbështetur. Më falni, unë po flas edhe jo jap me përgjegjësi absolute që ne grevën e uris nuk e kemi organizuar. Për sa i përket Gamos Pashkos edhe Ed Selamit, deklaratat e tyre janë se ne mbështesim greven e studentëve, por jo se ne kemi organizuar. Dhe mbështetja e një dukurie me organizimin e saj. Jo, më falni, nuk bëjmë do i fjalë Shuadil. Jo, Jo, më falni, ne nuk e kemi organizuar greven dhe deklarojmë edhe një herë këtu para të gjithë juve që ne nuk jemi organizatorë të grevësurisë. Përkundrazi, ne kemi punuar 3 ditë rresht me të gjitha forcat tona që të mos ndodh greve e urisë. Dhe pse mbështesni? Urdhë, mbështesim kërkesën e studentëve. Mbështesim kërkesën e studentëve sepse kërkesa e studentëve na duket absolutisht e drejtë. Dhe ne, para se të më falë, ju që ta dinë forcat tjera politike këtu, ne përpara se në momentin, domethënë, kur studentët vendosen, ne kemi ndërhyjë me gjithë forcën tonë që kërkoni një referendum qeverisë, i cili t'u jap mundësi të shprehë dhe këtë referendum do ta keni me 75%, jo me 70%, jo me 50% si janë referendumet, për heqjen ose jo të emrit të Universitetit Tiranës Enver Hoxha. Më falni, qeveria mori këtë kërkesë studentëve dhe nuk e mori për bazë. Kthevi një përgjigje, studentët u futën në grevën e urisë. Pasi studentët u futën në grevën e urisë, ne 2 net rresht nga 4 orë në takim tek Shoku Ramiz jemi përpjek me gjetë një zgjidhje të këtij problemi. Dhe mram në ora 1 të natës, ne siç e dini dhe ju, pranuam një formulë të cilën edhe duke deklaruar që studentat nuk pyesin për ne, por të paktën që ja u çojmë. Mund të kem qenë unë një nga ata që më kanë nxjerr studentat pa më ka qenë dhe Skënder Gjinushi aty dhe e pa që studentat absolutisht nuk donin ta nxjerrin. Edhe ne e deklaruam që studentat nuk i kontrollojmë. Nuk i kontrollojmë dot. Por ama, përsëri ne e kemi theksuar dhe theksojmë se heqja e emrit të Universitetit Enver Hoxha nuk duhet lejë shkasë për turbullira të mëdha. Çfarë është kjo gjendje tani? Kjo gjendje është shprehje e madhe e pakënaqësisë së njerëzve. Dhe sa herë që nuk organizojte. Jo, ne se kemi organizuar. Më falni, vetëm nëse ju mendoni se ne kemi. Çfarë mendon ti që kjo është spontane? Kjo e sotshmja? Antarët e kryesisë tuaj bashkë me njerëzit kanë qenë. Jo, më falni. Të jesh me njerëzit është njëra anë, më falni. Jo, të jesh me njerëzit. Aty kam parë me qindra dhe qindra antar partie dhe personalitete të shkencës dhe të kulturës, po Shoku Ramiz. Edhe aty janë, edhe sot kam pedagog, profesor të universitetit, personalitete nga më të ndryshmet, që s'kan asgjë përbashkë me Partinë Demokratike, kanë qenë sot në qytetin e studentëve. Dhe kjo është absolutisht e organizuar por ne duke punuar në ambiente të kontrolluara, mund të gjendet fare mirë se çfarë është thënë sot në mbledhjen tonë në selinë e Partisë Demokratike. Kemi çuar prap njerëzit sot
të futen tek studentat në mënyrë që të punojnë, sepse ne përsëri për variantin e që paraqiti Skënder Gjinushi mram në u paraqiti atyre. Kështu që nuk mendoj sepse gjendja zgjidhet nëpërmjet akuzave të pabazuara, por gjendja zgjidhet nëpërmjet urtësisë dhe zgjidhet nëpërmjet rrugdaljeve të cilat shuhin ose fashojnë në një farë mënyrë pakënaqësinë e madhe të masave punojëse që janë krijuar si rezultat i gabimeve ose i seri situatave të krijuara. Unë për veten time shpreh domethënë shqetësimin tim maksimal lidhur me gjendjen e jashtëzakonshme dhe nuk jam absolutisht dakord që kjo gjendje si Parti Demokratike nuk mund të jam kurrësisht dakord që kjo gjendje të shpallet. Kjo do ta çojë vendin drejt një katastrofe dhe shpreh bindjen time të plotë se kjo gjendje jo që s'do ta zgjidh problemin dhe s'do ta qetësoj, por përkundazi do të krijojë një asarim akoma më të madh me pasoja akoma më të rënda për kombin dhe gjendja e jashtëzakonshme ky popull nga koha e luftës deri sot nuk ka kaluar. Populli po ecë drejt demokracisë, prandaj unë mendoj që gjendën rrugë dhe mënyrë. Kjo është fashizëm. Po ecë, nuk po them se është fashizëm. Unë nuk Kjo që u bë sot është fashizëm. Fashizëm i gjallë. Edhe organizatorët dhe mbështetësit e kësaj janë tamam kupton viktima kështu veprimtar fashist. Fashistoid. Domgjak. Si është kështu? Ata që thonë domgjak, ata janë ekstremistë, ata janë forca ekstremiste të errta me të cilat asnjë parti politike fashist, do sish dakord. S'kam asnjë kundërshtim për ata që donë gjak dhe sa herë ka dalë problemi i gjakut është e qartë dhe ju të gjithë e dini mirë se ç'këdhim ka marrë Partia Demokratike. Prandaj nuk më duket se është. Kështu që unë mendoj që këtu, domethënë, gjendja e jashtëzakonshme jo vetëm që nuk e zgjidh, por e ndërlikon edhe me tej situatën dhe dramën në cilën domethënë po e zhyt, e thellon dramën e këtij populli të shumë vujtur dhe me shumë halle. Prandaj këtu duhet gjetë mënyra e një qeverisje efikase, e cila asnjëherë thanë nuk mund të pranojë si gjendje e jashtëzakonshme për të çuar drejt zgjedhjeve. Forcat politike dhe partitë politike të gjithë dhe personalitetet duhet mobilizohen që të qetësojnë situatën në mënyrë të përsëritur. Unë ja kam thënë përfaqësuesve të Partisë Punë Shqipërisë, ju lutem hiqeni bllokun, se bloku është objekt sulmi, se janë të gjitha këto. Jo, pse si analizojmë ne këto? Pse mos i ashtuam këto? Po, jo janë pretekste, por kanë krijuar një pakënaqësi shumë të madhe popullore. Prandaj dhe ne më mirë ti marrim masat që i themi, mendoj unë, se sa të kalojmë. Dakord, sidoqoftë, jo, ne nuk jemi frymëzues të shoqë, ne nuk frymëzojmë gjendjen e jashtëzakonshme. Ne jemi Parti Demokratike që frymëzojmë, jemi të inspiruar nga parimet demokratike dhe nga gjendjet e jashtëzakonshme dhe nga situatat, nga turbullira. Asnjëherë rrethant partia nuk pa ashtu. Sidoqoftë ju, ne duke shpreh domethënë mos aprovimin ton, edhe njerë ju bëjmë thirrje ju si kryetari i Presidiumit Kombëtar dhe Presidiumit që para se të marrë këtë masë, të marrë një seri masash tjera të cilat mund të qetësojnë gjendjen. Nuk më duket mua se për kultin e Enver Hoxhës duhet të shkojmë në tragjedi kombëtare, sepse edhe në takimin me ju shoku Ramiz e theksuam që emri i universitetit, greva e URIS ishte një varg, një gjamë e madhe kombëtare që herë e parë që përjeton Shqipëria një grevë të tillë. Aty shkonin njerëz deri në lot u bën si me qenë edhe krijonte një irritim, një sensibilizim të jashtëzakonshëm. Kështu që unë përsëri domethënë jam që universiteti të hiqet emri, të rivlerësohet domethënë edhe figura dhe të shmangim dramën kombëtare, nuk më mushet mendja sepse çdo hap që të ndërmerret, duke patur pretekst figurën e tij, është një hap që ndërmerret për të mbrojtur partia në pushtetin e vet. Çka e cila në kohën e pluralizmit nuk më duket e ligjshme. Falni, një pyetje. Shoku Ramiz, një pyetje. Ti tradhton veten Sali Berisha. Jo, nuk e tradhton. Po. Sepse e the tani në fund. Partia pushtet. Që bën është për të ruajtur partia pushtetin e vet. Po, nëse ne lejojmë. Domethënë, edhe synimi i jot, kupton, është që duhet rrezu me çdo kusht kjo parti nga pushteti. Pas zgjedhje, po me dhunë. S'është as pa ky synim, as ka qenë dhe s'do të jetë ndonjëherë. Jo, më falni. Po e thu vet. Jo, më fal se prisni ata, nëse ju më identifikoni mua mirë rrugësh, atëherë unë kam drejt të identifikoj dhe unë ju bëj shumë gjam këta apo jo. Por këtu nuk fitëm të mënyrë se të thrisin ata. Atë se thrisin ata nuk i thrisja unë, po unë po flas këtu nga këta apo jo që kjo nuk ne edhe një herë theksoj që të bëhet figura Enver Hoxhës, moll sherri për dramë kombëtare, për tragjedi kombëtare, kjo është e pa konceptueshme. Edhe unë nuk mund ta. Është vetëm figura e tij. Thelbi s'është figura. Thelbi është vetëm figura e tij. Thelbi është vetëm figura e tij. Nisë.